Cila është puna parë një jetë që e ke bë për cilën je pagu? Puna parë një jetë që kam bë për cilën jam pagu është 3 zall, 1 cement. Dhe më thonë, ke punu dhe në ndërtimtari? Unë kam pas ambicie që të bëhem student i mjekësisë. Dhe pa ta konkuru në mjekësi, edhe ti. Edhe unë. Dhe pa ta konkuru në mjekësi. Dhe sum pranu. Astyja. Dhe një vjet kam pushu. Gjatë atij viti sa kam pushu, kam shku me disa kushërit e mi në Zar të Kroacisë dhe kam punu gjatë disa muajve. 3 zall, 1 kaci, 1 cement. 3 zall, 1 cement, që i bjen kjo ka qenë puna e parë që jam pagu për disa muaj. Dhe në fakt se kam shef asnjëherë ndoshta më shkon kohë shumë edhe me këtë numrin simbolik që kam në listë, më thonë 3.4. Po. Sa tu ka pagu dita, a morën mend? Se morën mend. Nuk e moj mend se në atë kohë ka qenë do thotë me dinarët jugosllavisë si bin fije sa ke marrë. Cila është situata më qesharake një jetë që e gjetë ndonjëherë, domethënë që thosh, a dish gjithmonë në chat me kesh, kjo është pak më tash qarkullon edhe online, atë thotë ja çova dorën njonit. Jo, thotë ma çoj dorën njoni, unë ja çova, po ai shkon t'ja bën me dorë dikujt tjetër mas meje. Sa po me atë rast tha e thira taksin, shkova në aeroport dhe shkova në Irlandë po jetoj, se s'po më pi turpit më. Pra, atë ka ndodhur mu gjetë në situata qesharake. Më ka ndodhur, do të thotë, ndoshta i kam edhe të shumta. Të cilat realisht ku jenë politikë dhe për 15 orë ndodhen, kur jeton jetë dinamike. Po ma qesharake ka qenë 2004 në fushat zgjedhore. Ishëm në një debat të organizuar nga RTK-ja dhe Avnis Spahiu, gazetar kështu, i vlerësuar prej meje dhe ambasador, dhe në Prizren. Dhe pa ta shku në fushat që të marrë pjesë në emën të si përfaqësuesi PDK-s. Dhe di që duke dalë prej kerrit, më plasën pantollat. U shkruaj pantollat, po. Dhe kisha problem me kohën se hynte RTK-ja live, dhe live në atë kohë ka qenë shumë i komplikuar. Dhe me gjetë një roba qeps me të cilin mund t'i ofroj pantolonat e mia. Kjo ka qenë situata më banale, po më duket që më frymëzoj masanej me qenë edhe kështu i mirë në debat me Qerem Kryziun, ku pa ta dalë kështu këgjë mirë dhe fitova kështu simpatinë e elektoratit PDK-s. A përshë, dhe më thonë, ka ndodhur para 21 vjetëve, edhe halo se ke harru.